Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje nëse ndjeni që jeni të papërshtatur në këtë botë, atëre ju jeni këtu për të krijuar veten tuaj të re. Mësoni që të gjithë në këtë kohë për të cilën ju në mënyrë vullnetare keni zgjedhur të ndiqni rrugën e shpirtit tuaj, bëhet fjalë që shpirti juaj kërkon të reflektoni dhe e gjitha bëhet që të arrim në një relaksim të këtij trup multidimensionar që është dhe funksionon në një linjë me universin, ku ne jemi në ekuilibër midis dy energjive, mendje, ndryshe energjia maskullore, dhe shpirti, pjesa e brendshme e organeve tona, qendra është zemra, për të cilën ne nuk e shohim me syt tanë, por që ne ndjejmë. E vetmja gjë që ne nuk dim dhe që mësojmë, dhe është një mrekulli se frekuencat e larta të dritës, të dashurisë pa kushte, tash kanë hyrë dhe ju e dini se prandaj e ndjeni që nuk i përshtateni botës, do të thotë që jemi në dy realitete, njëri krah është që flen akoma gjumë, qëndrojnë në rolin viktim, pa e kuptuar, dhe pse përpiqen të bëjnë më të mirën, përsëri nuk arrin, ndërsa ju që jeni këtu, ju zgjodhët pra të doni veten tuaj, të dëgjoni shpirtin tuaj, dhe duke marrë një moment që të gjithë për të reflektuar midis punëve apo rregullimeve që ju keni, dhe ajo që ju ftoj, por jeni ju që ndiqni, është që të dilni dhe të lidheni me natyrën, me qëllim që të krijoni dhe të vazhdoni të bëni shëtitje në heshtje, mundësisht vetëm. Dhe tjetër është që të arrini të krijoni paqe me veten tuaj, duke qëndruar vetëm dhe duke relaksuar trupin tuaj, dhe këto të dyja, nga njëra anë paqja, pra duke qëndruar me trupin, me veten tuaj, ju do të filloni apasapi të ndjeni trupin tuaj, dhe relaksimi për të cilën edhe në lidhje me natyrën, pra të dyja, paqja juaj e brendshme nëpërmjet meditimit apo dhe daljes në natyrë, i do t'ju krijoj që ju të lidheni me mençurinë e zërit tuaj të brendshëm. Do t'ju bëj ju që të lidheni me dritën tuaj, që do të thotë, do të hapni zemrën. Sepse në këtë zemër astrale, që është në mes, është neutrale, është astrale, është intuita jonë, është misioni dhe drejtimi i jetës tonë, është ajo që ju do të dëgjoni se sa e bukur është jeta të duash në fillim veten. Dhe kur ju doni veten, ju kuptoni se kush ju jeni në të vërtetë apasapi, ju do të riktheni energjinë tuaj dhe ju do të arrini në jetën e maniqme. Jeta është një mrekulli dhe ju që të gjithë jeni të bekuar, ne që të gjithë jemi të bekuar, sepse jeta është dhuratë, ne kemi ardhur në këtë tokë. Gjatë kësaj kohe të reflektimit tuaj, përdorni edhe këto mantra, mbajni shënim edhe thuajni çdo ditë jetës tuaj, para se të flini dhe kur zgjoheni. Është me të vërtet një mrekulli duke pranuar veten tuaj, që jeni këtu sepse shpirti juaj ju do më shumë.
dhe duke pranuar veten me besim dhe që jeni të bekuar dhe të jetoni me këtë bekim, hap pas hapi, ndoshta një pjesë e ndjeni që jeni lidhur me, pra në këtë kohë jeni kthyer në tokë dhe sigurisht që ne ndihmojmë sepse është afatikor, është një energji e shpejtë dhe ju ndihmojeni dhe ajo që mund të ndjeni është vetë simptomat fizike që ju mund të ndjeni në trupin tuaj dhe kjo është për arsye sepse energjia juaj është duke u rritur, pra koeficienti i dritës tuaj po rritet dhe kur ju ndiqni shpirtin, ju e kuptoni më mirë se është duke punuar për ju. Mësoni dhe mbani këtë mantër. Unë nderoj dritën. Unë jam e njëjta dritë. Unë jam, mund të jesh mashkull femër, unë jam ai ajo që unë jam. Unë e vlerësoj dhe jam plotësisht vetja ime. Dashuria rrjedh përmes meje. Unë të rreq dashuri, sepse unë jam dashuria. Pra që të gjithë të kuptoni që ne jemi, dhe nesër është dhe data 21 që është solstisi i dimrit, pra është nata më gjatë dhe sigurisht do të kthej drita sepse ditat fillojnë edhe marrin, por ajo që dua t'ju kujtoj është që edhe nata më e errët do të mbaroj dhe drita do të rikthehet. Pra që të gjithë ju jeni të vëmendshëm dhe gjeni dritën në çdo gjë që ju jeni, keni përreth vetes tuaj. Lëre dritën, dikush ndoshta pyet kush është drita. Drita është dashuria juaj hyjnore. Drita është ajo që të gjithë rrisni, Zot, univers, të rrisni angjël, mjeshtrat, prindrit tuaj, veten tuaj të lartë, sepse ne jemi dritë. Kjo zemër është astrale. Kur kjo zemër është e hapur, këtu është misioni dhe drejtimi i jetës tonë. Kjo është që ne jemi human. Ne kemi ardhur në këtë jetë, ne ndihmojmë, ne mësojmë dhe ne krijojmë, pavarësisht se si kanë qenë afatet kohore, pavarësisht se nivelet e ulta të afateve kohore, përsëri ne si që njerëzore kemi një zhvillim, kemi një pra rritje. Dhe në këtë rast, dhe në këtë shekull, është një ndërgjegjësim i lartë kolektiv. Ne që të gjithë, ne jemi bërë të vetëdijshëm për çfarë po ndodh, pra ndërgjegje lartë në lidhje me botën e jashtme. Por ajo që ne nuk arrim të kuptojmë, përse ne nuk arrim në vetveten tonë, dëshirat dhe ëndrat tona, atë që ne ëndërrojmë, atë që ne dëshirojmë. Dhe kjo është që ja u dhash këto shënime me qëllim që ju që të gjithë që nuk ndiheni më në këtë botë, do të krijoni veten tuaj. Pra duke zgjedhur dashurinë e vetes tuaj, ju do të arrini në të vërtetën e vetes tuaj. Duke arritur në të vërtetën e vetes tuaj, ju do të riktheni energjinë. Energjia nuk njeh moshën e njeh trupi fizik. Ku e dinte Diana se do të ishte në këtë moshë 62 vjeç para jush për të dhënë mençurinë e mësimeve të vërtetësisë, plot fuqisë hyjnore, Zoti, universit, pra të vërtetësisë së jetës, ashtu si krijesa e ka krijuar. Nga i mësova unë këto. Këto i kishte shpirti im. Po si, unë kur isha fëmijë, ashtu si kurse jeni gjyshër apo prindër, shihni fëmijët tuaj, si janë. Pa le këto fëmijët e shekullit tani nëse keni një për mesa, sidomos të viteve mbas 2017 mund të them më mirë, por gjithsesi këto 10 vjeçar janë fëmijët e universit, janë me energjinë e lartë. Atëre ju gjyshe, si mund të jetoni me atë çfarë ne kemi kaluar. Pra, që ju e ndjeni tani sepse ju jeni lidhur me shpirtin.
Herët avon që të gjithë ne do lidhemi me shpirtin, dhe ju që jeni këtu, jeni lidhur me shpirtin. Pra kjo është një mrekulli, është një bekim, pavarësisht se çfarë kemi kaluar. Le të jetojmë nga tani në vazhdim. Se tash energjia nuk njeh moshën e njeh trupi fizik. Pse? Sepse shpirti jeton, është i përjetshëm. Shpirti në nëstime është ke unë, shpirti im është ke djali im. Dhe jo vetëm ke djali im, por shpirti im është e mbesa ime, dhe kam dhe një surprizë të vogël në fund të videos, por gjithsesi të kuptoni që është një bekim. Mësoni që duke parë dritën në çdo gjë, pranojini veten, besoni ndryshimet tuaja, besoni në ndryshimet tuaja. Filloni edhe besoni në fillimet të reja, me dashuri, me freskim. Pra nga tani edhe në vazhdim, çfarë kërkoni, të besoni sepse është energjia që ju ndihmojeni, vetëm ju jeni të hapur, jeni me të vërtetë me atë që të shikoni dritën në çdo gjë. Pra të jeni optimist në jetën, të jeni të dashur me këdo për rreth, në fund të fundit dhe në marrëdhënien tuaj, në qoftë se je në një marrëdhënie romantike dhe e do, fillo sillu mirë, jep dashuri, dhe të jesh e sigurt që duke dhënë dashuri edhe tjetri që nuk mund ta ndryshosh, por duke u sjell me dashuri e bën që dhe tjetri të shohë me dashuri. Pra kjo është lidhja jonë. Mjaft më me impulset e egos. Pra filloni besoni në fillimet e reja, të kohës, të dashurisë, të dritës që po e rrëson çdo lloj hije dhe çdo lloj pluri, çdo lloj bagazhi të vjetër, çdo lloj karme të vjetër, qoftë nga kultura, nga tradita, që nuk na shërbejnë dhe nuk na shërbejnë disa gjëra. Ne duhet të ecim me kohën. Besoni në trupin tuaj, dhe këtë trup që shëron gjithçka, sepse është trup elastik, është trup veshërues, është trup i shëndetshëm. Besoni ku ishit, ku jeni. Pra besoni në trupin tuaj, në restaurimin e trupit tuaj. Besoni në dashuri. Okej, lëreni të kaluarën atje, ne nuk mund ta kthejmë, por as mos e gjykoni, as mos e kritikoni. Lëreni atje. Nuk ka rëndësi çfarë kaluat. Fillo tani, në këtë moment, jep dashuri dhe bëj atë që ty si e do ti marrëdhënien, qof me veten, qof për rreth, qof me të gjithë, si e do ti, fillo ti krijoje. Pra që të gjitha këto janë ato që unë ju dërgoj mesazh në këtë fund viti, për arsye sepse është koha juaj dhe është, sido që të jeni, të kuptoni një gjë, që dashuria e vetes nuk ka të bëj me atë që bëni dush apo meditim. Por është ajo që është mënyra që ju merrni apo jepni të balancuara nga dashuria dhe nga besimi. Dhe jo nga ajo që të kënaqni ju dhe t'i përshtateni të tjerëve, pra ju të kënaqni të tjerët dhe t'i përshtateni të tjerët, ashtu sikurse të keni nevojë për miratimin e tyre. Kjo e dyta ka të bëjë me dashurinë e nevojë, pra ju keni nevojë për të tjerët. Ndërsa e para që kërkon si je, a je duke marrë, a je duke dhënë, dhe a janë në balancë, a vjen nga dashuria pa kushte, pra e bën se ndjen, a vjen se beson në atë që bën, e ndjen në atë që bën, dhe pyetja është, po kush është dashuria në të vërtetë? Kush është dashuria ynore, se ndoshta keni dëgjuar? Kush është drita juaj, sepse e kemi që të gjithë dhe vjen nga zemra jonë. Atere të kuptoni, qoftë se ju keni hapur zemrën, ju do të arrini në nivelet të lartë të vetes tuaj,
Dhe dashuria e vërtet hyjnore e të gjithëve është: a besoni në veten tuaj? A i respektoni kufin tuaj? A e dëgjoni trupin tuaj? Numri 3. Numri 4. A jeni duke përqafuar nevojat tuaja? Numri 5. A jeni duke bërë gjëra që ju nevojitet shpirti tuaj, trupi tuaj, se kur them shpirt, komplet trupi jonë, dhe që ju jep ju energji? E 6. A jeni duke ndjekur ritmin tuaj për atë që ju jep ju kënaqësi? E 7. A jeni duke festuar sukseset? Ashtu si kurse edhe a merrni guxim edhe për dështimet? E 8. A jeni duke jetuar në harmoni? E 9. A besoni në veten tuaj dhe në jetë? E 10. A jeni duke rrethuar veten tuaj me njerëz që ju jeni vetvetja, që ju qëndroni vetvetja? E 11. A e pranoni veten si ju jeni, A e falni veten tuaj? Dhe a jeni të dëmshur me veten tuaj? Dhe e 12. A jeni duke lënë dritën tuaj të ndriçoj errësirën, qoftë të hijeve mendore, pra ashtu sikurse edhe të emocioneve tuaja, me qëllim që të transformohen? Këto janë 12 shenja për të cilën ju tregojnë ju që është dashuria hyjnore. Dhe këto i kemi që të gjithë ne. Por në qoftë se ju nuk i keni këto gjëra, do të thotë që të reflektoni dhe nga tani e në vazhdim, duke i mbajtur shënim, ju dhe duke i kthyer përgjigje, ju do të jeni në gjendje që të arrini në vërtetësinë e vetes tuaj, të kuptoni kush ju jeni në të vërtetë. Dhe kjo ju kthen energjinë. Dhe duke ju kthyer energjinë, ju bëni edhe 20 vjet më të rinj. Duke kthyer energjinë, ju do të kuptoni që ju keni mision dhe drejtim, prandaj jeni këtu në këtë kanal, ashtu sikurse edhe duke transformuar, duke ndriçuar dritë në këto hije të trupit ton, atë që ju sjell shpirti në moment, ju do të arrini të çlironi fëmijërin tuaj të brendshëm, të hershme, për të cilën aty flet talenti dhe dhuntia juaj. Pra, e gjitha kjo është që ju kërkon që ju bëhet pyetja, po si të arri dritën? Dhe ftesa është: unë Diana jam shëruar në këtë shtëpi, jam shëruar në këtë qytet, jam shëruar vet, duke dalë çdo ditë në natyrë, sidomos në mëngjes. Kjo nuk do të thotë që çdo mëngjes, por kam gati 5 vjet që vazhdoj këtë rrugëtim. Në përgjithësi në mëngjes, por kur nuk dal në mëngjes, do të dal mbas dite. Ka ditë që edhe nuk dal, por të jeni të sigurt, pa u lidhur pa natyrën, unë nuk mundem. Është bërë drita, është bërë zakoni im, është bërë ajo që ndjen shpirti im, dhe kjo quhet dhe tokëzim. Mantra që unë ju mbajni shënim është për t'u lidhur me qëllim që të lidheni me dritën. Unë tokëzohem të çliroj energjinë time që nuk më shërben me energjinë e tokës më. Dhe si mund të tokëzohemi? Ndërkohë që ne kemi hyrë në stinën e dimrit, dhe është data nesër 21, ndryshe quhet dhe solstisi i dimrit, unë do të flasë për këtë, por në fillim si të tokëzohemi.
Duke qenë se është kohë e ftohtë, unë ju kam thënë që ju dilni zbathur, sepse këto i kam bërë dhe vetë, por me që se është kohë e ftohtë, ju ftoj që të përqafoni pemët, të uleni në rrënjët e pemës, për arsye se pema vetiu të çliron energji, kullon energji, pra na bën dhe ne që të çlirojmë energji. Pema ka rrënjë të thella në tokë dhe rritet drejt dritës. Dhe ne jemi energji, pra kjo është drita, që të riktheni dritën tuaj, të lidheni, të hapni pra zemrën, dhe zemra juaj sa më shumë hapet, aq më shumë ju arrini në veten tuaj të lartë. Pra ne do të shkojmë diku, dhe në këtë rast është që ju do të çlironi energji për arsye sepse është rrezatimi elektromagnetik. Dhe ne jemi energji. Ky trup që ju e shqipni me kocka me mish është energjia maskullore mendja, energjia femërore shpirti, dhe në këtë rast duke u lidhur me veten tonë, pra me natyrën, ashtu sikurse dhe me qetësinë me veten tonë, pra të reflektojmë, është koha e reflektimit, sigurisht që ju do të vazhdoni të lidheni, të dëgjoni zërin tuaj të brendshëm, zërin e shpirtit tuaj, zërin e zemrës tuaj, dhe jo zërin e kokës, për të cilën nuk është, koka juaj nuk është e juaja. Pse? Sepse ngarkesa mendore vjen nga që njerëzit qëndrojnë me të kaluarën, ajo që iku, ju nuk mund ta ktheni më, ju nuk mund të bëheni dhe njerë fëmijë, askush nuk arrin këtë. Ajo që iku ta lëm atje, filloni nga tani, atë që do të bëni sot, do të shojnë në të nesmen. Pra, kjo është që ta lini të kaluarën atje, pa gjykim, pa kritik, pa mbarësisht se çfarë kemi kaluar, fillon nga ky moment dhe kjo është ftesa për të gjithë ne. Sepse ne kemi një ndërgjegjësim të lartë kolektiv, ne dim se çfarë po ndodh me botën, ne shikojmë të tjerët, ne shikojmë se çfarë bëjnë të tjerët, por ajo që ne nuk arrim të kuptojmë, çfarë jam unë duke bërë në këtë jetë. Mësoni mesazh që ju jap që të gjithëve, kur mos harroni se dashuria e zonës së reatis për të bërë gjërat si bëjnë të tjerët, do shta duket diçka e bukur, e lehtë, por mos harroni tjetrën, që kur nuk rriteni. Pra çfarë do lloj që bëni, çfarë do lloj që mundoheni, çfarë do lloj që përpiqeni, edhe nëse keni arritur diçka, çfarë do të vi? Do ta humbësh. Pra, dashi pa dashje, edhe nëse keni pasuri, edhe nëse keni sukses, edhe nëse jeni, pra nuk jeni të kënaqur nga jeta, sido që të jetë, do të vi një moment që do të ndjeni bosh. Dhe ky boshliku është atere që ju do të zgjoheni, dhe është shpirti juaj. Herët avon, ne që të gjithë do të lidhemi me shpirtin. Po përse të humbisni kohë, ku në këtë moment, në këtë kohë, në këtë afat kohor, është thirrja për të gjithë që të lidheni me veten tuaj. Dhe siç u bëra, që u dash të dhënat, filloni veprimet, dhe t'jeni të sigurt, hap pas hapi, ju ndihmojeni. Pse ndihmojeni? Sot në këtë datë 20, për të cilën është me hëna e re, shpresoj që e keni dëgjuar, por she drejta juaj, është në shigjetar. Dhe shigjetarët janë shenja që kërkojnë dhe shikojnë jo vetëm në veten e tyre, por edhe në botë. Pra, që të gjithë ju jeni të ftuar nga energjia e kësaj mrekullie, e kësaj shenje, që është optimiste, që është ju inkurajon, ju motivon, ju bën që ju tregon që vetëm e vërteta dhe vetëm e vërteta është mrekullia e jetës, ashtu si krijesa na ka krijuar që të gjithëve për ta jetuar jetën. Jeta është e shkurtër për të vuajtur. Jeta është e shkurtër sa hap e mbyll syt për t'u zënë me familjarët, apo me partnerin romantik, apo me kudo. Jeta është e shkurtër. Prandaj ky shekull i 21 dhe sidomos ky 10 vjeçar
Dhe në vazhdim, është akoma dhe më i fuqishëm, sepse realiteti është ndarë në dy kampe, në njërin kamp tash rrin njerëz në zonën e rahatis, pra të që kanë bërë të tjerët, dhe presin, dhe sa hapen syt, ndoshta të pakënaqur për atë çfarë kemi arritur, dhe do ta lini frymën tuaj, po ashtu me një shpirt të dhëmshur, me një shpirt të vuajtur, me një shpirt që nuk e meriton të jetoni të tillë. Prandaj, jeni ju dhe vetëm ju, unë ju motivoj, unë nuk ju ndryshoj, por jeni ju që duke lidhur me veten tuaj, duke gjetur kohë, dhe në këtë stin, është me të vërtet, është stina që fillon në data 21, është soltisi. Soltisi do të thotë që dielli po pushon. Pra dhe ne jemi të ftuar, jo se do të pushoj vërtet, por është ajo që edhe nata me gjatë do të mbaroj dhe po rikthehen ditët dhe me Krishtlindjet dhe me vitin e ri ne fillojmë të festojmë festat e kthimit të dritës. Është me të vërtetë që ka të bëjë me atë që të gjithë e dini në stinën e solstisi i verës ka të bëjë me zgjerimin e energjisë. Solstisi i dimrit ka të bëjë me të kurrjen. Pra ne jemi në këtë moment tregon që hollimi, pra solstisi tregon hollimi i velosa rresës ka midis pra qenies tonë njerëzore dhe shpirtërore po hollohet. Pra që të gjithë jemi duke u lidhur me shpirtin tonë dhe jo vetëm që neve po njohim pra se çfarë po ndodh në botë dhe që nuk i përshtatemi, por ne po lidhemi dhe me shpirtin tonë. Pra është një hollim i vazhdueshëm i hijeve. Ndërkohë ka të bëjë me atë që sjell edhe ekuilibër midis hijes dhe dritës, pra dritë dhe hije, midis energjisë maskullore dhe energjisë femërore. E kemi që të gjithë, pra energjia maskullore mendja, energjia femërore shpirti, ashtu sikurse edhe midis jetës dhe vdekjes. Pra që të gjithë këto ne jemi të vetëdijshëm që jeta ecëm dorë më dorë edhe me vdekjen. Pra nuk kemi pse kemi frikë për vdekjen, por të jetojmë çdo moment sikur e nesmja nuk vjen, dhe të jetojmë me atë që na kënaq ne, me atë që na rrit energjinë, me atë që ne na pranojnë si ne jemi në të vërtetë, si ne jemi. Ne nuk mund të ndryshojmë të tjerat, por ne duke zgjedhur të duam veten tonë, do të arrijmë në dashurinë hyjnore, sepse e kemi që të gjithë, është kjo zemër. Këtu e kemi Zotin. Nëse besoni në Zot, do të thotë besoni në veten tuaj. Nëse dyshoni, nuk ka besim. Të dyshosh në jetë nuk është besim. Jeta është një mrekulli. Nëse ju dyshoni, ju jeni akoma në pafuqinë tuaj, ju jeni duke vazhduar me mendjen, dhe mendja është ajo që rri me të kaluarën dhe se çfarë do të vinë të ardhmen, duke harruar momentin prezencë, duke harruar, duke punuar gjatë, duke vazhduar. Nuk keni lidhje me fëmijët tuaj, por duke mos patur lidhje me fëmijët tuaj në këtë moment që fëmia ka nevojë, çfarë duhet më vonë? Çfarë prisni nga fëmijët tuaj më vonë? Ku nuk ja jep këtë dashuri tani, çfarë pret në të ardhmen? Pra jeto në momentin tani, jeto me këtë mrekulli, që të gjithë është thirrja për të gjithë ne. Ne nuk mund të ndryshojmë kërkën, ne nuk mund të gjykojmë të tjerat. Në qoftë se ju vini ke gishtin ke të tjerat, të jeni të sigurt që ju keni dhimbje në trupin tuaj, dhe këto dhimbje janë nga fëmijëria jonë e jeshme, që të gjithë ju që jeni këtu, që keni planuar që është një botë, pra nuk i përshtateni botës tjetër, është që po krijoni veten tuaj, dhe është një bekim, dhe bekojni veten tuaj dhe jetoni me këtë bekim në çdo moment, duke e njohur me vërtetësi, sepse ne jemi krijesa të krijesës. Kaq e thjesht është,
Ndoshta nuk është e thjesht në procesin e zimit tuaj, por t'jeni të sigurt që ju jeni në rrugën e drejtë, sa më shumë ju të ndjeni dhimbjet, sa më shumë ju të ndjeni edhe krizat që po ndodhin në botë, të kuptoni që ju jeni në shërim. Pra dhimbjet, duke ndjerë dhimbjet, do shërojni. Duke njohur krizën, do të kalohet dhe do të dini që të gjeni rrugë, sepse asgjë nuk është e fiksuar. Energjia nuk fiksohet. Çdo gjë që ndodh është energji. A është energji e ulët apo e lartë, dhe në këtë kohë globion është ndarë në dy realitete, pra janë frekuencat e larta të dritës të dashurisë që po tregojnë që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, janë dhe frekuencat e ulta që vazhdojnë të japi botës së materjes, pra egos, pra impulseve të egos, për të cilën është ajo vendosja e gishtit apo vlerën duke parë të tjerët dhe duke krijuar vetëm e vetëm për përfitime. Pra në kurriz të klasës tonë të pa privilegjuar. Ne jemi krijues, ne nuk jemi krijues për të krijuar gjëra që na vinë në kundërshtim të vetes tonë. Dhe si e shikoni në krizat që po ndodhin, çmime të ndryshme të tjera, asgjë nuk ndodh pa shkak. Çdo gjë është mësim për ne. Pa patur kriza nuk ka zhvillim, pa ndjerë dhimbjet tuaja nuk ka shërim. Prandaj kjo është që edhe soltisi është pushimi, pra dielli po rrin soltis në do të thotë dielli po pushon. Dhe në këtë rast është që të gjithë jemi të ftuar, duke qenë se është destina e dimrit, pra e të kurjes, jemi më tepër në shtëpi, merreni me ngadalë. Lidhuni me shtëpinë tuaj, lidhuni me veten tuaj. Reflektoni për gjërat që nuk ju shërbejnë, për gjërat që me të vërtet ju shqetësojnë, ju pengojnë, ju sjellin në konfuzion, ju bën që të keni frikë. Të reflektoni për emocionet që ju sjell trupi. Çfarë ju sjell trupi, mos rezisto. Pra jini të vëmendshëm dhe mbi të gjitha të kuptoni që kjo do të na sjelli duke lënë çdo gjë që nuk na shërben, do të jeni në gjendje që këto 3-4 muaj të arrini që në kohën e stinës pranverës, për të cilën fillon edhe me të vërtet në astrologji është fillimi i vitit të ri, të kuptoni, po ashtu nga bota, nga kultura kineze fillon në shkurt, por gjithsesi të kuptoni që ka të bëjë me atë që është frymëzim, pra të filloni me diçka të re. Hidheni farën tani për atë çfarë ju kërkoni në jetën tuaj. Dhe në këtë rast, unë ato 12 shenja që u tregova për dashurinë, mbajni shënim dhe çdo ditë duke filluar nga data nesër që është 21, pra në mbrëmje, fillo thuaje numri 1. Pastaj numri 2, si që tregova, numri 2 ditën tjetër, përsëriteni 3 herë në mëngjes, 6 herë në drekë dhe 9 herë në mbrëmje, edhe pse jemi në festa, reflekto, gjeni kohën tuaj, në fund të fundit. Jeta është një mrekulli, të qëndroni disa minuta me veten tuaj. Dhe kako, para se të flesh, para se të ngrihesh, nëse ju ndiqni trupin tuaj, shpirtin tuaj, ju ngriheni herët ashtu sikurse keni krijuar atë orën biologjike të shpirtit tuaj, pra që të gjithë jeni unik. Mësoni që në këtë rast të kuptoni që bëhet dhe duke qenë se do vinë dhe festat e Krishtlindjeve, ka të bëjë me atë që do të kthehet drita dhe në kohët e lashta e festonin shumë me zjarr, dhe zjarri simbolizon diellin. Ashtu sikurse kjo shenjë në kohët e lashta njihet që është si ditë falenderuese për paraardhësit tanë, ashtu sikurse dhe perëndeshat femra që kanë bërë një punë të mrekullueshme në ndriçimin e dritës. Mendon në afatet kohore që shumë femra kanë bërë një mrekulli, edhe pse janë ndoshta, po dhe janë djegur
ose ju janë prerë kokat e tjera, dua të tregoj që kështu ka qenë afati kohërik i skaluar, por ato në vetvete kanë dhënë një kontribut që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, dhe këtë e them dhe nga eksperjenca e jetës time, sepse kur unë isha e re në moshë tamam 20 vjeçare, unë fillova të jetoj jetën time në kuptimin e asaj. Unë gjithmonë kam jetuar jetën time, por akoma me atë dëshirën e lirisë për të bërë atë që unë ndjeja dhe më jepte kënaqësi. Dhe sigurisht në qytetin tim ishte shumë e vështirë, ishte jashtëzakonisht dhe më kam përpolur edhe çdo gjë, edhe gishtin më kam vënë. Gjithsesi unë për këtë kam bërë videon e parë që kam treguar, por të jeni të sigurt që edhe në atë kohë unë kur nuk kam gjykuar, sepse unë bëja atë që unë bëja, edhe pse më sulmonin. Përsëri unë bëja atë që unë bëja, lejoja veten time, por dua të tregoj që mendo falenderimi minjoja për paraardhësit tanë, sepse kanë dhënë një kontribut që jemi në këtë zhvillim, ashtu sikurse perëndeshat femrat asaj kohe. Kur unë jam rritur në një kohë moderne, mendo ose dhe një pjesë nga ju, apo dhe në Shqipëri që është niveli i ulët, akoma, sidomos gratë, rrinë edhe në marrëdhënie që nuk shkojnë. Pa i dini që jeta është e shkurtër, unë nuk jam me atë që ju të lini marrëdhënie, të lini atë që ju doni. Unë jam me atë që të vësh vete në fillim me qëllim që dhe tjetri të respektoj si ti je. Pra në qoftë se ju bëni më tepër për të tjerë dhe nuk merrni atë që ju dëshironi, ju nuk jeni në armoni, ju jeni në dashuri, në nevojë. Dhe duke patur dhe duke bërë për të tjerët, ti ke dhënë energjinë tënde, ti ke humbur jetën tënde. Prandaj është që në këtë moment tani lidhuni me veten tuaj, lidhuni me dashurinë sepse e keni. Shikoni dritën në çdo gjë. Në qoftë se ju kërkoni dhe doni të krijoni një marrëdhënie të mrekullueshme, filloje krijoje tani, jep dashuri. Edhe në qoftë se tjetri të lëndon, në qoftë se e ndjen lëndimin, je e lënduar, por në qoftë se ti e kupton që okay, pra edhe do, atëre lidhu me veten me qëllim që të rikthesh energjinë. Dhe duke rikthyer energjinë do t'jesh në gjendje që ti shërbesh dhe tjetrit në kuptimin e mirë të fjalës, ti shërbesh për atë që e bën me dashuri, jo në nevojë, por e ndjen që do ta bësh, sepse ke energji, ke dëmshuri, pra e ndjen sepse ajo që të vjen kur lidhesh me dashurinë inore është që e di që dhe tjetri është i lënduar, sepse pranove që je i lënduar dhe vetë, dhe ky transformim duke u lidhur me veten tuaj të lidh me dritën, me mençurinë, me atë që trupi jon ka informacionin, trupi jon ka mençurinë, trupi jon ka energjinë. Kthejini këto gjëra. Pra kjo është pak a shumë që ju do të arrini. Dhe çdo ndryshe quhet, janë dhe 12 net derisa të vi, pra nga data 21 dhe 10 ditë është vjen 31-shi, data 1 bën numrin 11, data 2 numrin 12, janë 12 net për të cilën duke i përdorur këto çdo natë, pra në lidhje me mantrat që u dash për dashurinë, është që ju përgatisni hitni farën për 12 muaj të ardhshëm, pra jeni të hapur dhe hapasapi viti 2026 është akoma dhe më i mrekullueshëm për transformimin ton, për të arritur në veten ton, për të arritur në liri, sepse jeta është një mrekulli për ta jetuar, që të gjithë të lirë dhe të shkëputemi nga frika e iluzionit që është kontrolli i jetës. Për sa kohë ne kontrollojmë jetën, ne nuk e jetojmë jetën. Edhe pse përpiqemi të bëjmë më të mirën, për sa kohë ne nuk jemi në harmoni me trupin ton, pra me dy energjit, mendja dhe shpirti,
ashtu sikurse mendërisht, shpirtërisht dhe trupërisht, në qoftë se ne nuk arrim në një harmoni dhe të jemi me energjinë tonë, me atë që ndjehet dëmshuria, ndjehet dashuria pa kushte, ndjehet që sa e bukur është jeta, sigurisht që në qoftë se nuk i ndjeni këto, ju akoma nuk jeni në veten tuaj të lartë. Gjithsesi, që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini se ku do të arrini, por unë do të mbyll me dhuratën time duke uruar që të gjithë ju, por në fillim edhe plot fuqinë hyjnore, që të gjitha lutjet e mia, të gjitha dëshirat e mia mi ka realizuar dhe kjo mrekulli, ndoshta e shikoni, është pasardhësi im i dytë, që është djalë, pra nipi im, edhe këto dy lloj ngjyra, këtë dhuratë ma dha sigurisht djali me shoqen e saj, të dashurin e tij, dhe është një mrekulli për arsye sepse edhe vetë ngjyrat nuk ka të bëjë, ju e dini tani që ngjyra blu përfaqëson pra në këtë rast djalin, por është ajo që të gjithë ne femër apo meshkuj ne jemi me të dyja energjitë, mashkullore, mendja dhe femërore, shpirti, dhe në këtë rast që të gjithë nga gjinia i kemi në trupin tonë, ne do t'i sjellim në harmoni, por unë i falenderoj Zotin, universin, plot fuqitë jashtëtoksore që kam lidhje të mrekullueshme dhe bashkëpunoj me angjët, mjeshtat kryeangjëjt, për të cilën vazhdoj të rris aftësitë e mia shpirtërore, sepse shpirti kërkon rritje, zhvillim, dhe ky është një bekim që më shëruar dhe është me një qëllim për mua, sepse në fillim më dhuroi mbesën, unë isha në atë kohë e lidhur me energjinë femërore, me flakën time, dhe më dhuroi mbesën, pra më tregoi që qëllimi dhe i shpirtit tim, dhe ajo ka dhe shpirtin tim, mbesa ime, me emrin Mari, dhe jo pa qëllim me emrin Mari, por ndërkohë edhe me lidhje me nipin, për të cilën e konfirmoj që janë dy energjitë, pra jo vetëm në shpirtin tim, por edhe në familjen tim, edhe kudo me një përmesas, do mos generaca tani, mbas viteve, pra 10 vjeçarit janë fëmijët e universit, sepse është energjia e lartë, dhe që të gjithë, unë do ta mbyll, kjo është video i fundit për këtë vit, dhe që të gjithëve, kudo që të jeni, dhe sido që të festoni Krishtlindjet apo fundvitin, unë ju uroj ju të gjithëve dhe gjithçka që ekziston në planetin ton, ditë të dashura dhe të ndriçuara me të dashurit tuaj. Që të gjithë jeni të mrekullueshëm, që të gjithë pranoni të zgjidhni dashuri në veten tuaj, jepni dashuri vetes, dhe të jeni të sigurt që ju jo vetëm që jeni dashuri, por ju të rriqni dashuri, dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.